Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me evaluimin e shpirtit në shpirtëror. Dhe këtë do të ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë të kuptojmë udhëtimin e evaluimit të shpirtit në shpirtëror, ashtu si kurse edhe pjesën e dytë, 6 shenja që jeni të rritur pra shpirtërisht. Le të fillojmë me pjesën e parë. Ne që të gjithë pa përjashtim, në momentin që ne jemi të mishëruar në këtë tokë, ne fillojmë udhëtimin e shpirtit ku si fëmijë që të gjithë ne jemi ëngjëj, pavarësisht se çfarë ndodh gjatë rrugëtimit të rritjes tonë. Ajo që ne duhet të mësojmë është që ju jeni në këto video, që do të thotë ju keni planuar dhe jeni njohur me evaluimin e shpirtit tuaj, dhe në këtë rast shpirti juaj planoj me të vërtet ndryshimin për të ecur me rrjedhën e jetës së vetëdijes kozmike në frekuencë, si që ne njerëzore ne jemi në një nivel më të lartë me ato që ka ndodhur para shekujve tanë, por edhe si drejtshmëri, pra vibrimet tona, për të cilën ne jemi të mishëruar në këtë tokë, qenie humane, qenie shoqërore, të lidhur me njëri tjetrin, dhe faktikisht është foshnja që në barkë të nënës u ushqye me zorën e nënës. Kjo foshnjë e mrekullueshëm, për të cilën nëna e ndjeu që jeton dhe do të dalim pas 9 muajsh, kjo foshnjë e gjeti po vetë dritën, pra gjeti dritë në tunelin e nënës, ndryshoi energjinë dhe doli në jetë. Dhe kështu kemi ardhur që të gjithë. Pavarësisht se ju që ndiqni këto video mund të jeni të moshave të ndryshme, por sidomos të gjeneracës së shekullit 20, sepse ne kemi me të vërtet energji të bllokuara në brendësi, për arsye të afatit të nivelit të ulët të ndërgjegjësimit, pra në një farë mënyre të kemi jetuar në rolin viktim. Por tani ju jeni në këto video dhe ju po mësoni që çfarëdo lloj që ne kaluam gjatë jetës tonë na solli këtu. Dhe që të gjithë është mënyra juaj përse shpirti ju zgjodhi, pra në këtë rast që planuat këtë ndryshim dhe ju dorëzuat shpirtin. Dhe në këtë rast ju e kuptoni që sa do e vështirë ishte pra rruga përsëri në këtë shekull, zgjimi i shpirtit është një mënyrë kryekëput ndryshe nga zgjimet e mëparshme, për arsye sepse është një energji e shpejtë, një energji për të cilën ju keni informacion dhe në këtë rast jeni dhe në këtë video. Dhe kjo ju bën që shpirti juaj, në momentin që ju jeni dorëzuar shpirtit, pra jeni të hapur në univers, ndodh ajo mrekullia që ne ndihmojmë, ne nuk jemi vetëm. Dhe në këtë rast, në zgjimin e shpirtit, çfarë arrim ne hap pas hapi, si ndryshojnë stinë, ndryshojnë ne, si ndryshojnë fazat e nënës, ndryshojnë dhe ne. Çfarë arrim? Ne arrim që kuptojmë që ne jemi në fuqinë tonë. Ne arrim të kuptojmë që ne të gjitha energjitë e ulta ne dim tani që të mos i lejojmë të na bllokojnë në shpirt, por ne dim të veprojmë me to. Pra të ndjejmë ato. Dhe kjo na bën që ne rrisim veten tonë. Gjithçka që është dhe po ndodh me ne në këtë evoluim të shpirtit është e vetmja gjë që po dërgojmë energji optimiste është
a jeni gati të planoni të lidheni me veten tuaj, sepse është afatikoor për të cilën, që jemi ndërgjegjësuar se çfarë po ndodh në botën jashtme, por ato janë energji që çdo gjë që ju e njini, pra çfarë po ndodh, dhe jeni të pakënaqur, i kemi dhe ne, sepse duke mësuar që gjithçka është energji, pra fjalët, mendimet, sjelljet, zakonet, këto janë që krijojnë karakterin ton. Pra në këtë rast, atë si unë veproj në këtë jetë, si unë ndjehem në këtë jetë, është edhe mënyra e prezantimit tim në këtë botë. Por, tani çfarë ndodh? Në momentin që ne njohim, dhe ju që jeni në këto video, nuk keni pa qëllim që njohim që gjithçka është dridhje, pra universi punon me frekuencë, me drishmërinë tonë, në momentin që ne njohim dhe vazhdojmë procesin e zimit të shpirtit, çfarë ndodh me ne, pra evaluimin e shpirtit hap pas hapi, është që ne kuptojmë se çfarë mendojmë. Ne kuptojmë se kë ne lejojmë në jetën tonë. Ne kuptojmë se çfarë ne do të rrezatojmë në këtë jetë. Pra, për të gjithë ju, sido që të ndodheni, që ta kuptoni më mirë, është e tillë. Që në jetën e parë ne nuk e dinim që jemi energji, ndërkohë që universi është energji dhe ne jetojmë në këtë univers. Ku ne shikojmë televizor, ku ne shikojmë show, dhe le të themi që po shikoni një film për të cilën ka dhunë, ose jeni duke ndjerë një muzikë intensive, që të gjitha këto janë energji, dhe këto energji ne i marrim. Pra të kuptoni që gjithçka që ju shikoni, gjithçka që dëgjoni, është që i kemi janë energji dhe i kemi në trupin tonë. Por tani qartësoni dhe si, të kuptoni që mendja jon, pra gjithçka që ne kemi krijuar në këtë shoqëri dhe që është krijuar nga ne në mënyrë viktim pa e ditur, duke qenë të njëanshëm vetëm me mendjen, pra me peshqisa, dëgjim, shikim, nuhatje, shijim, prekje, duke mohuar ndjeshmërinë, atë që ne kemi në zorët tona, në brendësitë të shpirtit ton, këto organe të mrekullueshme, këtë shtyllë kurrizore që ne jemi të lidhur me qiellin dhe me tokën, sepse qëndrojmë në këmbë, ne marrim informacion, edhe nëse se ke dëgjuar diçka dhe se ke parë, përsëri vjen ke ty, pra vjen, sido që të jetë vjen, pra e merr, pra të çfarë mund të ndodhi nga jashtë. Por tjetër, ti merr informacion dhe brenda shtëpisë tënde, atëre të kuptoni që mendja jon, pra në këtë rast, për çfarë do lloj që shikoni televizor, pra janë energji, apo çfarë ndodh në brenda nesh, është që ndoshta, pra jo ndoshta, po sipas mendjes, nuk ka rëndësi se çfarë ti përjeton, nuk ka rëndësi se çfarë ti shikon, nuk ka rëndësi se çfarë ti dëgjon, pra mund të ndodhi. Pra mendja nuk i jep rëndësi. Si ta kuptoni, je e zëm që je në mes të qytetit, pra në qendër, dhe aty ti shef një që po bëhen demonstrata, pra ti je një udhëtar, një kalimtar. Dhe në këtë ti e shikon që ka demonstrim, por mendja jote nuk i jep, lare ata janë, por ti e ke parë, ti e ke këtë energji, edhe pse pra mendja nuk po t'i jep përjetimin, edhe pse mendja sipas mendjes nuk po shikon dhe sipas mendjes nuk po dëgjon, ti këto energji ke në trupin tënd. Pra edhe atë situatë që ndodh në shtëpi apo në vend tjetër, qoftë që mund të ndjesh mirë, qoftë që mund të ndjesh dhe shqetësuar. Këto janë energji, pra ti kuptoni që i kemi në trupin ton. Çfarë ndodh? Në qoftë se ne
ne fillojmë tani, kujdes, kjo është vibrimet që ne kemi. Qoftë se unë filloj edhe ull veten time, pra e ull, në çdo lloj aspekti, e ull veten time. Në qoftë se unë e shaj veten time, në qoftë se unë shqetësohem, por edhe kur vëgishtin këtë të tjerët, edhe kur shikoj vlerën këtë të tjerët, e të tjera, çfarë ndodh? Këto janë energji. Dhe këto energji i kam dhe unë. Dhe duke qenë se më shqetëson, atëre energjia treq energjin. Çfarë do të thotë? Sa më shumë të vazhdosh me këtë shqetësim, aq më shumë ti këtë të rreq. Prandaj e gjitha bëhet që të kuptojmë se në momentin që ne mbajmë këto energji në trupin ton, ndoshta ne nuk i kuptojmë, sepse ne jemi rritur me këto gjëra, dhe në këtë rast të njashme, vetëm nga ana e mendjes, është që ne na shtitur energjia. Pra mos u vi çudi që keni simptoma nga më të ndryshmet se që të gjithë jeni unik. Ndërkohë, këto gjëra që pra evaluimi i shpirtit është që me shekuj dhe në këtë shekull është që ne jemi të ftuar të kuptojmë atë që ne nuk jemi vetëm të fiksuar me 5 shisat, po ne kemi dhe këtë energji, këtë ndjenjë që është shisa e 6. Dhe në këtë kohë është një mrekulli, sepse është një vetëdijësim i lartë, ku shumë shpirtëror për të cilën e kanë arritur, janë lidhur me qiellin e madh qendror, me diellin e madh qendror, sepse pa diell nuk ka jetë, dielli është zemra jonë, është që ju merrni këtë informacion, dhe duke qenë se janë ullur energji të pastra të frekuencave të pastra në tokën mëm, në çdo shtëpi dhe në çdo cep të botës, pa e kuptuar që një ajo njerëzore por preket nga kjo dritë rrezatuese e mrekullisë së jetës. Për të arritur që të vi energjia tek ne, pra të rikthejmë energjinë në veten tonë, është jo vetëm që ne nuk duhet të shikojmë vlerën këtë të tjerët, jo vetëm që ne nuk duhet të vëmë gishtin tek të tjerët, jo vetëm që ne nuk duhet të bëjmë si bëjnë të tjerët, apo t'i plotësojmë tekat e tetash të tjerëve, është që ne jemi ftuar të lidhemi me veten. Pra, në momentin që ne ulemi me veten tonë dhe e vazhdojmë t'i përkushtojemi asaj pse shpirti na solli këtu, ne do të kuptojmë që apasapi koeficienti i dritës tonë rritet nga poshtë lart, dhe si ndryshojnë stinat, si ndryshojnë fazat e nënës, ndryshojnë dhe ne. Dhe sa më shumë ne jetojmë në momentin tani, sepse shpirti jeton tani, aq më shumë ne kuptojmë dhe pyesim atë që çfarë jam duke menduar, çfarë po më sjell mendja tani, çfarë jam duke lejuar në jetën time, çfarë jam duke bërë në këtë jetë, çfarë po rrezatoj në këtë jetë. Kur këto janë sipas vlerës tuaj, ju detyrimisht jeni duke ecur me rrjedhën e jetës tuaj. Pra çfarë do të thotë? Si ju e dëshironi jetën? Si ju e dëshironi marrëdhënien? Si ju e dëshironi pra ku do një të punoni, shëndetin tuaj e të tjera, pra në çdo aspekt, apo biznesin, apo se kjo është jeta në këtë dimension. Edhe ju, në qoftë se arrini dhe veproni për atë që ju dëshironi, pra në çdo aspekt, atë do të rriqni. Pra në qoftë se kërkon një marrëdhënie të mrekullueshme, dhe ti e jep këtë, e bën këtë, por në fillim me veten, dhe kjo zimi i shpirtit, pra është testa që ne të lidhemi tani, të mos i shikojmë veprimet se janë të tjerët, pra duke kritikuar të tjerët, sepse ne nuk përpunojmë ato, nuk i shikojmë në veten tonë. Kjo është që ne do të arrim
që të gjithë kuptojmë që mezimin e shpirtit është evaluimi i shpirtit në shpirtëror, pra ne do të rritemi, ne do të hapim zemrën. Por shënim, kjo nuk do të thotë që ne gjatë jetës tonë që vazhdojmë, pra hapim zemrën, pra lidhemi pra me veten tonë të lartë, ne do të jemi vetëm optimist. Ne jemi që njerëzore, ne dhe mund të mërzitemi, apo çfarë mund të ndodhi e tjera. Por shënim, duke ndjekur rrugëtimin e shpirtit, ne jemi në gjendje që edhe pse jetojmë në këtë dimension të tretë, edhe pse ka energji të urta, sepse ju ndoshta keni në shtëpinë tuaj partnerin tuaj, apo familjen, apo shoqërinë, kudo në çdo cep, atëre është duke vazhduar rrugëtimin e evoluimit të shpirtit tonë, pra të rritjes shpirtërore, sepse shpirti jeton, dhe të kuptoni që veçërimi jonë është vetëdijesi, dhe e dini që është 70%, pra në këtë rast ju po merrni informacion, dhe nuk po rrim si në kohët e mëparshme që nuk e dinim, po bënim gjërat si bënin të tjerët, pra përsërisnim historinë, ndërkohë që ne shpirti është në evaluim dhe ne jemi krijues dhe ne krijojmë atë si e krijoi unë jetën në këtë. Pra në këtë rast me zhjimin e shpirtit, me evoluimin e shpirtit në shpirtëror, ne kuptojmë që kur hapim zemrën, kjo është superfuqia jonë, kjo është që mban misionin dhe drejtimin e jetës tonë. Kjo është që sa më shumë ne ndjejmë këtë zemër, ne kuptojmë që dashuria është, pra që duam veten, dashuria është natyra jonë e vërtet, dhe ne kështu jemi mishëruar në këtë tokë si angjëj, si dikur fëmijë. Pra shikni këto fëmijët e universit të këtij shekulli 21. Sa të zgjuar që janë, sa të mrekullueshëm që janë. Pra çfarë do të thotë? Është energjia e afatit kohor, është energjia e mrekullueshme. Fëmijët tanë, pavarësisht se kanë fragmente, sepse akoma kanë të vjetër në shoqëri, kanë fragmente, përsëri ata ecin me energjinë e afatit kohor. Janë bërë prindër të mrekullueshëm, din të kujdesen për fëmijët, edhe pse aty këty mund të ketë gjëra që ka akoma nevojë për ndihmë, por ne jemi në këtë shekull më të rëndësishëm dhe më madhështor që na krijon që shpirti jon të lidhet me të vërtetë të vazhdoj të kuptojmë që gjithçka është vibrim, gjithçka është ndjeshmëri dhe ne kemi këtë që të gjithë. Sepse ne kemi kaluar situata nga më të ndryshme dhe ne kemi eksperimentuar ndjeshmërinë, por ne nuk i dinim si të punonim me to. Ndërsa tani me hapjen e zemrës që të gjithë e kuptoni që kjo superfuqi është na krijon marrëdhënie të mrekullueshme me njëri tjetrin dhe që ne jemi njerëz të mrekullueshëm me njëri tjetrin. Pra, në momentin që ne lidhemi dhe vazhdojmë procesin e bukur të rritjes tonë shpirtërore, hap pas hapi, ku shpirti na drejton, ne arrim në vlerën tonë. Dhe ku ne arrim në vlerën tonë, ne kuptojmë që çdo gjë ne na vjen në mënyrë të lehtë. Ky është evoluimi i shpirtit, dhe sidomos në këtë shekull, ku në mbas vitit 2013 e këtej, ka një evaluim të shpejt të zhjimit shpirtëror, por shënim, këto 2-3 vjet po zgjidhen me të vërtet udhëheqës shpirtëror për të cilën është po lidhen me kodin e dritës, me vërtet, me zemrën astrale, që do të thotë që të gjithë ne jemi me një mision dhe me një drejtim të jetës. Pra, do të thotë, ne nuk do të veprojmë më nëpërmjet egos, pra impulseve të egos, as me egon shpirtërore, por ne do të jemi, ne do të transformojmë energjinë tonë, pra që të gjithë ju shpirtëror, për të cilën këto 2-3 vjet e ndjeni që jeni dhënë pra nga ana shpirtërore shpirtit, por ka qenë jo tërësisht me ndjeshmërinë. Pra në këtë rast
është që ju do të lidheni me zemrën tuaj, ju do të lidheni me burimin e vërtet të energjisë për atë që jemi shëruar në këtë tokë me drejtim dhe me mision. Dhe jo vetëm misioni i shpirtit, por dhe drejtimi i jetës me afat gjatë, sepse shpirti jeton. Kjo është në momentin që ne do të vazhdojmë këtë rrugëtim, pra të ndriçimit ton, të arritjes në rritshmëri nga evolucioni i shpirtit në shpirtëror, çfarë ndodh është që ne arrim vlerën ton, por shënim. Ju nuk mund të shpejtoni asgjë. Çdo gjë do të vi në kohën e dur dhe në momentin e dur, prandaj jeni të durueshëm. Tani pjesa e dytë, për të gjithë ju që jeni me të vërtet që keni arritur në rritjen tuaj shpirtërore, është që është një mrekulli për të gjithë ju, pra shënim për të gjithë ju, që e kuptoni tani dhe jeni në gjendje që të dëgjoni dhe të mësoni ndjeshmërinë e vërtetësisë të dikujt, apo të ndjeni atë që thot dikush. Kjo ju bën ju që ju t'jeni në gjendje që edhe atë që nuk mund të thot dikush, ju e kuptoni se çfarë ishte, për shembull në këtë rast, ideja e të menduarit. Pra ju jeni në gjendje që ta thithni, pra ta kuptoni energjinë e tjetrit. Dhe sa më shumë ju jeni të rritur në frekuencë të lartë, pra që do të thotë me një mendje të qartë, por dhe me paqen tuaj të brendshme, pra me dridhimet tuaj, aq më shumë ju filloni të komunikoni pa patur nevojë për shumë fjalë, sepse ju filloni të komunikoni telepatikisht si kafshët. Kjo është rritja juaj e evolucionit të shpirtit në shpirtëror, në një nivel më të lartë, në momentin që ne, pra në mënyrë telepatike, komunikojmë. Pra nuk është nevoja të dim shumë fjalë, por ajo që ne ndjejmë na bën që të kuptojmë dhe të zhvillojmë dhe të ndihmojmë dhe të mbrojmë dhe të rrezatojmë dritën e vërtetësisë së jetës, së bukurisë së jetës, sepse që të gjithë jemi unik. Dhe në momentin që ne arrim këtë unik, çdo gjë vjen në mënyrë të lehtë. Pse? Sepse ne ecim me rrjedhshmërinë e jetës. Dhe tani të kuptojmë që të gjithë ne jemi në këtë rrugëtim të zimit të shpirtit. Shumë njerëz, dhe ju e shikoni që e kanë të vështirë, pra janë të lidhur me shpirtin, e sidomos pas moshës 49 vjeç, doni apo nuk doni, ne do të lidhemi me shpirtin. Dhe unë njoh shumë, jo vetëm brenda shtëpisë time, por edhe në botën e jashtme. Dhe të kuptojmë që shumë njerëz nuk është e lehtë që të ndjekin pra zimin e shpirtit. Pra nuk e ndjejnë të lehtë, duan të rinë zonë të terapisë dhe është drejta e tyre, nuk i preket liria askujt. Por të kuptoni që ju që e ndjeni dhe jeni të lidhur dhe jeni dorëzuar shpirtit dhe ndiqni të rrimet e shpirtit, ju e kuptoni dhe keni planuar të ndiqni rrugën e pasigurisë, sepse zimi i shpirtit është një rrugë e panjohur, pra. Dhe në këtë rast të vazhdoni të ndiqni me të vërtet të mësoni atë që dhe pse është e panjohur, dhe pse hap pas hapi ju vazhdoni të ndiqni të rrimet e shpirtit, ju keni planuar në mënyrë vullnetare këtë rrugëtim. Pra edhe pse nuk është i lehtë, edhe pse ka pengesa, edhe pse ka vështirësi, përsëri ju duke qenë se jeni të hapur dhe jeni dorëzuar shpirtit, ne nuk jemi vetëm, ne ndihmohemi dhe kjo është ju që keni vazhduar këtë rrugëtim dhe jeni duke dëgjuar këto video, ju jeni në rritje shpirtërore, se ju vetëm titullin që keni lexuar, shpirti ju ka drejtuar, ju ka lidhur, sepse ne nuk jemi vetëm. Dhe e para është çfarë kuptoni, ne arrim që kemi një vetëdije të lartë.
Pra, që do të thotë, ne fillojmë të kuptojmë që lidhjet që kemi me zakone që ne po përdorim gjatë rrugëtimit të shpirtit, ne kuptojmë se kush janë zakone që ne na bëjnë mirë, ne i ndjekim, dhe kush nuk janë jo mirë, pra kush nuk janë jo funksionale. Është e vërtet që në jetën e parë ne nuk i dinim këto gjëra, për arsye sepse ne u rritëm me këto gjëra, dhe kjo na bëri që ne mohuam shpirtin, sepse ne kemi kaluar situata, sfida, dhe sidomos ne që jemi të ndjeshëm, por ne nuk dinim si ti punonim, dhe në rrugëtimin e shpirtit, duke u njohur dhe duke u lidhur me këto zakone, kush janë të mira, sepse ne filluam të ndjekim higjienën shpirtërore, se na drejton të shpirti, kjo është që ne ndihmohemi, ne filluam të kuptojmë që ne i kishim këto gjëra, jo vetëm të huazuar, sepse ne morëm gjërat me vete, pra historinë e të parve ne e morëm, e zhvilluam në jetën tonë, dhe këtu e kuptuam që ne nuk ishim vetja jonë. Pra këto ishin pengesa, këto ishin bllokime që ne nuk arritëm të ecnim në dëshirën, sepse që të gjithë ne kemi ëndra, që të gjithë ne kemi dëshira, shpresë tjera. Dhe ndërkohë një pjesë, duke vazhduar rritjen tonë shpirtërore, ne kuptuam që ne kemi edhe sekrete që ne mbanim vetë. Pra të krijuar edhe gjatë eksperiencës së jetës tonë me sekretet tona, dhe që të gjithë ne i kemi këto sekrete, dhe këto sekrete mbahen, dhe pse ne një nga ato është ne gënjejmë njëri tjetrin, dhe këtë ne e dim të gjithë, por ne nuk dinim se si të punonim me këtë emocion të gënjeshtrës, pra duke mos e ditur, ne jetuam në pavërtetësi. Çfarë ndodhi me zgjimin e shpirtit? Ne filluam hap pas hapi që shpirti, duke u lidhur sa më shumë me veten tonë, është ne këto zakone, këto ngjarje, këto situata që ne kishim kaluar, shpirti na i sillte, pra nuk është se ne do ishim çdo ditë duke vepruar me këto gjëra. Pra, që të gjithë e dini, herë kemi ndjeshit mirë, herë jo mirë, por ne arritëm të kuptojmë, të çlirojmë bllokadat e emocioneve, e zakoneve, e situatave për të cilat ne na mbanin të shqetësuar, ne na mbanin me të vërtetë në frikë, në pasiguri, në ankth, në depresion, dhe këto që ne i bëm, pra ne i bëm një, që do të thotë energjia nuk shkatërrohet, ajo transformohet, sepse çfarë dolloj që ne kaluam, ne nuk mund ta kthejmë më, por me zgjimin e shpirtit, duke na i sjell këto zakone, këto situata, pra shpirti na i sillte, ne i bëm një duke i dhënë dashuri. Pra kjo është që ne arritëm në një vetëdije të lartë. E dyta, pra ju tregon që jeni në rritshmërinë, pra në momentin që ju kuptoni që kush janë zakonet jo funksionale dhe kush janë ato që ju bëjnë mirë. Pra kjo është një rritje nga ana e vetëdijes tonë, dhe ju e vazhdoni këtë bukurit e jetës. E dyta është që ne lidhemi dhe ndihemi që jemi të lidhur me realitetin e lartë. Dhe pyetja është për diku nga ju, po kush është realiteti i lartë? Ndoshta ju e kuptoni që është burimi i energjisë, Zoti, universi, dhe sigurisht që është e mundshme për këtë. Por pyetja që është dhe do t'ju bëj, si të kuptoni që kur ju jeni në ndjeshmëri me realitetin e lartë, si ta kuptoni? Vetëm atyre kur ju e kuptoni që njerëzit janë të mrekullueshëm. Pavarësisht se si janë në shoqëri, ju lutem, ju e kuptoni që njerëzit janë të mrekullueshëm. Të paktën këtë e kam nga eksperienca ime. Tjetër është që në këtë moment ne e kuptojmë sepse ne jemi qenie që nuk jemi perfekt.
Zimi i shpirtit na mësoi që gjithçka që ndodhi nga ne ishte sepse ne kishim krijuar perfekcionizmin dhe këtë perfekcionizm na I krijoi mendja dhe kjo mendje për të cilën ne vetë ne sepse ne jemi krijues, krijuam aq shumë gjëra, aq shumë në këtë shoqëri, pra aq shumë drejtime sa ne duhet ishim të gjithanshëm dhe kjo na bëri që ne nuk arritëm të përfundojmë atë që duhet. Dhe në këtë rast është që ne kuptuam që ne nuk jemi perfekt. Por nga perfekcionizmi njerëzit u larguan pra sepse nuk ishin në gjendje të përballojnë atë që kërkonte shoqëria, nuk ishin në gjendje të përballojnë atë që donin të tjerët e tjera, dhe pse përpiqeshe të bëje më të mirën, përsëri nuk arrite në çdo lloj aspekti të jetës atë që me të vërtetë ke ardhur në këtë jetë për të jetuar. Pra nuk është jeta ajo që është e vështirë, jeta është një mrekulli, por është ajo që ne si qenie njerëzore krijuam konkurrencë në vend të jetë të jemi të bashkuar. Pra ne kuptojmë që ne jemi njerëz të mrekullueshëm me njëri tjetrin dhe kjo është që ju jeni në realitetin e nivelit të lartë. Ndërkohë është në momentin që ju jeni të lidhur me komunitetin dhe keni interes me këtë proces të evoluimit të shpirtit në shpirtëror, kjo është dhe rritja juaj shpirtërore. Dhe tjetra është që ju e kuptoni që ne nuk vëm gishtin dhe nuk gjykojmë kërkën, sepse ne e dim që janë të lënduar, dhe kjo është që ju jeni në rritje. Shenja e tretë është që ne qëndrojmë të shkëputur. Ne kuptojmë tani që në këtë realitet që ne jetojmë, ne jemi pra kryekëput të shkëputur, por kjo nuk do të thotë që ne do të jemi tani kundra normave apo më the tash. Okej. Ne kuptojmë që këtu jetojmë edhe prindrit tanë, apo fëmijët tanë, apo familja jonë, shoqëria jonë e të tjera, por ajo që ne qëndrojmë të shkëputur është sepse ne zgjedhim gjërat që ne kemi vlerë. Le të themi në këtë rast po marr në lidhje me veshjen, po marr veshjen sepse që të gjithë ne I kemi. Unë isha një djanë që ndiqja modën, po kur te modën në çdo kohë. Tani Diana është minimaliste dhe ajo minimalizmi është që mua më kënaq me atë që unë ndjehem mirë në trupin tim. Dhe në këtë rast, në lidhje me veshjen, tjetër në lidhje me ushqimin, ju e shikoni në supermarkete me fabrikantë ndryshme, prodhime fabrikante, apo gjysmë të gatshme, apo të gatshme, apo në për restorante, apo më të tash, e tjera, ne ndjejmë tani që ne jemi të lidhur me trupin ton dhe ne japim ushqim të shëndetshëm që janë perime dhe frutat, ashtu si në natyri ka krijuar. Dhe në këtë moment ne kemi dhe në supermarkete ka shumë se jemi të lidhur që shesin me të vërtet quhen bio, pra biologjike. Ndoshta për momentin janë pak të shtrenjtë, por ne kemi dhe një gjë. Ne jam pak, pra ne kemi arritur, jemi shkëputur, ne nuk kemi konsumator, por ne ndigjojmë trupin dhe ne dhe pak, pra këtë e ndjeni. Tjetër është, ne fillojmë tani, ne nuk shkojmë më në për të blerë që të gjejmë lumturinë. Pra, sepse duke blerë kujton për momentin bëhesh I gëzuar, apo duke ngrënë për restorante, apo duke shkuar kudo të tash, përkundrazi. Edhe në qoftë se ne për momentin nuk kemi mundësi, ne gjem kënaqësi me shëtitjen në natyrë, sepse edhe në natyrë na shëroi se që të gjithë ju që keni këtë rritje, ju e ndjeni, ju çon shpirti që të lidheni edhe të dilni të jeni të hapur me hapësirën. Tjetër është që ne bëjmë çdo gjë dhe ne nuk kemi turp se çfarë të tjerët thonë. Absolutisht kjo për ne nuk ekziston. Ne ndjekim rrugën tonë pa I prekur lirin kurkujt.
Thjesht ne vazhdojmë, pra në këtë rast ne nuk na bën pra ndikim se çfarë të tjerët thon apo flasin. Tjetër është ne çfarë do lloj komerciali që bëjmë për përfitime, në çfarë do lloj reklame të tash ne përsëri nuk kemi interes. Ne jemi të shkëputur nga TV-ja, ne jemi të shkëputur nga show. Pse? Sepse ato japin qëllimin. Dhe qëllimi i jetës është jeta që njerëzit me të vërtet që nuk janë akoma, pra kërkojnë të rrinë në zonë të realisë, është që jepet. Pra atë ndjekin, atë ndjekin dhe është qëllimi. Por në qoftë se flasim me vërtetësi, le të themi që spitalet në Shqipëri janë të mbushur plot, dhe sidomos edhe privat të tash, sepse privatët janë më mirë se shtetit e tjera. Edhe në qoftë se flasim të vërtetën, është përsëri qëllimi. Qëllimi është që njerëzit janë të sëmur. Por, përse nuk gjenë shkakun, përse njerëzit janë të sëmur, dhe këtë ne, nuk është se ne na intereson, do me tënë sepse ne e dim që flasim, por ne dim tjetërën, që ne shkëlqejmë duke u rritur shpirtërisht, ne shkëlqejmë dritë, duke i treguar të tjerëve, dhe në këtë rast ju që po dëgjoni këto video dhe keni djanën, që ka dhe një mënyrë tjetër për të liruar dhe për të shëruar veten, qoftë nga ana e sëmundjeve, qoftë nga ana e marrëdhënieve, qoftë nga ana e punës tuaj apo të rritjes tuaj shpirtërore, nga ana shpirtërore dhe personale të tjera. Pra ka dhe në këtë rast ju nuk jeni pa qëllim këtu, sepse ju jeni në shenjë që jeni në rritjen tuaj. Pra edhe në këtë rast e kuptoni dhe këta. Tjetër është ne jemi të qetë, që të gjithë ne, që sidomos që lidhemi dhe me zhdimin e shpirtit, por edhe me jetët e pashme, ne eksperimentojmë ndjeshmërinë. Okej, në jetën e parë ne nuk dinim se si të punonim, për arsye sepse ne kishim mohuar shpirtin dhe punonim të njashëm. Por me zhdimin e shpirtit, ju e kuptoni tani, që në momentin që ne vazhdojmë rrugëtimin e shpirtit, shpirti na sjell emocionet. Dhe ne pyesim trupin ton, pse ma solli këtë emocion, nga më vjen ky emocion, dhe ne detyrimisht duke ndjekur shpirtin, ne i transformojmë këtë energji, sepse shpirti jeton me tani, dhe atë që ne ndjejmë tani, ne e dim ta transformojmë duke i bashkuar këtë energji, pra duke e planuar me vërtetësi atë që ne pra na sjell shpirti, dhe kjo është arrijet t'i transformojmë duke i bashkuar, duke i bërë një dhe duke i dhënë dashuri, pra i njohim, i planojmë me vërtetësi ashtu si janë. Pra në qoftë se unë kam frikë, unë pyes pse kam frikë, nga më vjen frika e të tjera, dhe duke e treguar me vërtetësi pse kam frikë, duke e treguar me vërtetësi, duke e planuar që edhe unë në këtë lloj frike që e krijova ishte se duhet jetoja në këtë jetë, dhe në këtë rast e zëm, në punë ke frikë, por tani e planon që frikën që e ke patur në punë është sepse kishe frikë se do ta humbje punën. Dhe me shpirtin tani ti e kupton që ajo punë për të cilën ti bëje ose është e mirë dhe do ta vazhdosh dhe do t'japësh ide dhe mendime të mira sepse je rritur shpirtërisht, ose do ta lësh dhe do të vazhdosh ku je. Pra si thua e njeh frikën. Dhe në momentin që në njohim frikën, hapni krahët, se do të arrini të fluturoni si ajo flutura që nga një krim që se kështu është transformimi i fluturës, krimbi bëhet larva, pra rrije do kohë derisa të filloj të fluturoj. Edhe ne në procesin e shpirtit këtë arrim gjatë rrugëtimit, pra në rritjen tonë. Dhe kjo është që ne arrim me zimin e shpirtit, ne krijojmë paqen, pra ne vim në qetësi. Ne nuk reagojmë, por ne pra nuk i japim vëmendje se çfarë ndodh përreth nesh, por kjo nuk do të thotë
që ne nuk do të, se ne ulemi me veten tonë, dhe ajo që ne na ndodhi që ne ishim, pra në këtë rast që mund të ketë sjell mendja ose trupi dhe nuk ishe në moment se ishe e zënë në punë, për shembull, ishe në punë dhe por ajo që ndodhi, ti kthesh, kudo që ti jesh, ulesh me veten tënde dhe ti e transformon këtë energjinë. Pra ajo që na mësoi shpirti është që ne jemi të qetë sepse ne shumë emocione i kishim të huazuara nga të parët tanë, pra i kishim marrë me vete, si thua ne krijuam jetën tonë një lloj si të parët tanë, që pra ta ishte mirë sepse ashtu ishte afatikor, po jo për ne, sepse ne kishim një energji tjetër dhe kjo ishte që ne ndjeshim, apo dhe në këtë kohë një pjesë që flen gjuhë, që janë pa energji të raskapitur dhe vetmja përgjigje është që unë kalova koronën edhe më la me këto gjëra, unë ngjaj nënës time se ka pasur diabet ose kancere këtë tjetër. Po, me zimin e shpirtit, të paktën nga eksperienca e jetës time me njerëz që kanë qenë të sëmur edhe me kancer edhe me këto, kanë arritur të transformojnë veten e tyre. Pse? Sepse rilindim. Kjo nuk do të thotë që ne do të vdesim. Kjo do të thotë që ne, duke ndjekur të rrimet e shpirtit, ne transformojmë çdo energji, sepse ne jemi alkimist. Kjo është energjia e shpirtit. Kjo është që ne kuptuam që jo vetëm, pra shpirti, zimi shpirtit, jo vetëm që kemi uazuar, por kemi krijuar dhe vetë. Pra e gjitha është që ne u rritëm shpirtërisht, pra në këtë rast e ndjeni, që ne nuk i rezistojmë atë që ne na sjell shpirti në moment, dhe ndërkohë ne nuk qëndrojmë të varur mbas asaj që ne mund të kalojmë në punë apo në jetë të tjera, përkundrazi ne i dim se si këto energji ti çlirojmë nga trupi jon, sepse këtë e bën zgjimi juaj, këtë e bën rritja jon e shpirtit në shpirtëror. Tjetër është, ne e kuptojmë që ne nuk kemi frikë nga vdekja. Pra, çfarëdo lloj që ne kaluam, çfarëdo lloj që ne u zgjuam me shpirtin, sado që e vështirë ishte, sado që e panjohur ishte, ne mësuam që ka dhe një jetë tjetër dhe për këtë ne po flasim tani që ne nuk duhet të kemi frikë nga vdekja. Dhe duke folur që ne nuk duhet të kemi frikë nga vdekja, ne zimi shpirt na mësoi që jeta dhe vdekja ecin dorë më dorë. Në momentin që ne pranojmë vdekjen, ne jemi më të shëndetshëm. Pse? Sepse ne nuk shqetësohemi. Por përkundrazi, ne jetojmë sikur do të vdesim nesër dhe kjo na bën që ne të vazhdojmë ta jetojmë jetën ashtu si na drejton shpirti dhe na kënaq ne. Pra kjo është që ne nuk kemi frikë nga vdekja. Dhe e fundit është që ne jemi unik. Ne jemi që të gjithë unik si brenda shtëpisë dhe në shoqëri. Që të gjithë ne jemi unik. Unë jam kush unë jam. Ju jeni kush ju doni të jeni. Dhe në momentin që ju keni hapur zemrën, pra që jeni rritur dhe jeni lidhur me realitetin e lartë, ju filloni të kuptoni që kjo superfuqi është që mban mençurinë e misionit dhe drejtimit të jetës tuaj. Kjo superfuqi që është e vërteta, është dashuria, është natyra jonë e vërtetë, sepse ne kështu jemi krijuar. Kjo superfuqi që na jep vlerën tonë dhe duke qenë se ne arrim në vlerën tonë, çfarë ne kuptojmë është që ne nuk na bën përshtypje se çfarë të tjerët thonë. Ne nuk gjykojmë të tjerët, ne nuk presim vlerën, nuk shikojmë vlerën këtë të tjerët, por ne nuk presim që na vlerësojnë dhe të tjerat. Tjetër është që ne jo vetëm që nuk e dëm gishtin, këtë të tjerët as nuk gjykojmë për atë se çfarë ka kaluar apo çfarë kalojmë, në asnjë mënyrë shpirti nuk e bën këtë. Por ne jemi në gjendje me vlerën tonë, ne të vëmë dhe kufin, sa më shumë ne kufin të vëmë, dhe sidomos për njerëzit që nuk na respektojnë si ne jemi, në të vërtetë, se ne jetojmë në të vërtetë, ne vëmë kufin. Pra, kjo do të thotë,
respekt, kjo nuk do të thot egoizëm, kjo do të thot respekt. Pra duke vendosur kufi, ne kemi respekt për njëri tjetrin. Në fund të fundit, ne do të njohim vlerën e njëri tjetrit. Qoftë vendi, qoftë kultura, qoftë tradita, qoftë edukimi, qoftë gjendja si janë pra nga ana gjinore e të tjera, që të gjithë ne do të respektojmë ashtu si janë, pa i prekur lirin askujt, po ne dim të vëmë kufin për njerëzit që nuk na pranojnë, ne i pranojmë të tjerët si janë, sepse njerëzit janë të mrekullueshëm, por janë të lënduar, po ne dhe vëmë kufin për ata që nuk na njeh, qoftë dhe brenda familjes, nëse nuk të njohin ty me vërtetësi, dhe këtë e dini. Dhe kjo është ne mësuam nga zimi i shpirtit, në momentin që ne prisnim vlerësimin nga të tjerët, ne humbëm vlerën tonë. Por zimi i shpirtit na mësoi, sa më shumë ne vlerë të kemi, aq më lehtë bëhet jeta jonë, kur çdo gjë na vjen në mënyrë të lirshëm, sepse ne jo vetëm rikthejmë energjinë tonë, jo vetëm që ne kemi vlerë, jo vetëm që ne kemi vendosur kufin, por ne e kuptojmë tani, për një pjesë nga ju që jeni në rritje shpirtërore dhe në këtë rast jeni në këto video, ju e kuptoni që sa e bukur është jeta, të ecësh në bukurinë dhe të ndjekësh atë që zemra dëshiron, dhe t'i japësh atë që me të vërtet ndjen, pra nevojitet në jetë. Kjo është dhe bukuria e vazhdimit të jetës, hap pas hapi, për të cilën është evolucioni i shpirtit në shpirtëror, që do të thotë ne jo vetëm do të hapim zemrën, por një pjesë që ju djek dhe e ndjeni që jeni pra të thirrur për të kontribuar në këtë jetë, që e keni këtë mision që keni që në barkë të nënës, ju e kuptoni tani që jeni ndriçues të dritës së vërtetësisë së jetës, që do të thotë magjia e pastër e ekuilibrit të gjithçkaje. Ju e kuptoni që ju jeni jo vetëm për veten tuaj, kjo nuk ka të bëjë me egoizmin, ju jeni për rreth, ju jeni edhe më gjerë, duke u kujdesur për mjedisin, për kafshët, dhe jo vetëm për njerëzimin, por për të gjithë globin ton, për të krijuar një botë, një Zot, një njerëzim, një shpëtim. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.